Bashkë me Arita Reznicin nga IKD, nga Qendra për Ndihmë Juridike, ne do të flasim tutje për javën për ndihmë juridike falas. Qysh po shënohet në fakt në Kosovë, sa është e rëndësishme që qytetarët që të dinë që ofrohet ndihmë juridike për disa kategori ndihmë juridike falas, kush mund të përfitojë, ka format aplikimet, cilat janë rastet më të shpeshta e detajet të tjera do t'i diskutojmë bashkë me mysafira në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Knaci që të kemi këto. Arit, ka pas aktivitete qysh po shënohet, a është diçka më ndryshe se sa viteve të kaluara apo jo? Po, kuadër të javës për ndihmë juridike falas, ne shënojmë disa aktivitete të ndryshme. Jemi bashkërisht me Agjencinë për ndihmë juridike falas, që është agjencia shtetërore, dhe jemi 7 organizatat partnere, të cilat kemi vetëse të marrëveshje të partneritetit me agjencinë në kuadër të procedurës njohjes së kritereve, plotësimit të kritereve për ofrim të ndihmës juridike falas në Kosovë, dhe pastaj bashkërisht gjitha këto organizatat e shoqërisë civile me agjencinë gjatë kësaj jave shënojmë aktivitete të ndryshme në drejtim të ngritjes së vetdijes për rëndësinë dhe për mundësitë e ofrimit ndihmës juridike falas. Prandaj në këtë aspekt ju falenderoj edhe juve për ftesën dhe për mundësinë që me ofru qytetarëve edhe një mundësi shtesë për të kuptuar më shumë në lidhje me këtë. Ne kemi filluar javën të hënën me një konferencë të organizuar nga agjencia, në të cilën janë prezantuar rezultatet konkrete të punës së agjencisë dhe neve organizatave të shoqërisë civile në drejtim të ofrimit të ndihmës juridike falas ndër vite dhe me veçanti vitin e kaluar, dhe pastaj kemi pasur edhe diskutim të hapur me pjesëmarrësit që kanë qenë aty, përfshirë kolegë të shoqërisë civile, të institucioneve shtetërore, por edhe qytetarë të cilët kanë qenë të përfshirë dhe kanë pas mundësinë që të parashtrojnë pyetje, diskutojnë dhe të marrin informata specifike. Pastaj është diçka specifike në këtu raste me këtu diskutime? Ka pas më shumë çështje të aspektit general, sepse normalisht që pastaj rastet individuale trajtohen në suaza individuale mbi bazën e dokumentacionit, një mundësie ku qytetarët flasin drejt për drejt me juristët e organizatave ose agjencisë, dhe domethënë ishte më tepër në formë të aspektit të përgjithshëm të hapjes së kësaj jave dhe të diskutimit të specifikave të veçanta, por IKD kërkoi diçka në veçanti apo ndoshta të organizatat e tjera të shoqërisë civile, ndonjë afrimitet më tepër me institucionet, ndonjë bashkëpunim më të mirë, diçka e tillë? Po, realisht për sa i përket bashkëpunimit që kemi në kuadër të këtij partneriteti, është jashtëzakonisht korrekt dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë si me agjencinë, si me organizatat e tjera partnere, që na mundson edhe takimet e rregullta që i kemi në kuadër të mekanizmit koordinues, që të na mundsohet që të diskutojmë edhe çështjet të cilat në periudha të caktuara janë më të shpeshta për gjithë ne, edhe çështje si sfida ose të arritura të veçanta në ato periudha, që t'i ndajmë si praktika të mira ose si sfida që i kemi, t'i zgjidhim së bashku, të mendojmë se si t'i adresojmë më mirë. Nëse dikush prej neve ka një kapacitet më të zhvilluar në një drejtim caktuar, e ndajmë si praktikë dhe e mundsojmë që edhe të tjerë ta adresojnë dhe ta ndjekin në formën e tillë. Kështu që kjo pjesë e diskutimit ishte u vlerësu edhe gjatë konferencës. Ajo që ne kërkojmë në vazhdimsi dhe që është edhe në proces është pjesa për shembull e plotësim ndryshimit të ligjit për ndihmë juridike falas, pjesë e cilës jemi edhe në kuadër të grupit punues, dhe kërkesa kryesore jona në këtë aspekt ka qenë dhe mbetet pavarësia e agjencisë për ndihmë juridike falas, pra që ky mekanizëm të mos jetë i politizuar, sepse ka disa vite tash, diku rreth 3 ose 4 vjet që ka kaluar në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe kemi pasi problematike për shkak të faktit sepse për të gjithë ne ky mekanizëm është jashtëzakonisht i rëndësishëm për lehtësimin e qasjes drejtësi për qytetarë, dhe është shumë e rëndësishme që të vazhdon mbetet siç ka qenë i pavarur në kuadër të si mekanizëm i pavarur dhe të mbetet llogaridhënës ndaj kuvendit të Republikës Kosovës dhe jo të jetë një mekanizëm i politizuar. Kështu që kjo ka qenë një çështje që u diskutu patjetër edhe në kuadër të konferencës së të hënës dhe është pjesë e vazhdimësisë së diskutimeve, besoj deri në adresimin e këtyre çështjeve në kuadër të plotësim ndryshimeve të ligjit të ri, ndërsa pjesa tjetër dhe vazhdimësia gjatë kësaj jave
do t'jetë dhe do të vazhdoj, besoj me aktivitetet të shumta të cilat vetë po bëhen publike edhe në baza ditore, ku ka qoftë aktivitete kryesisht të fokusuara në kuadër të rrjeteve sociale me disa video vëdësuese që shpërndahen nga ana e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, vizita të ndryshme pastaj nga kolegët e shoqërisë civile apo edhe agjencia në grupe, institucione të caktuara ku ka një fokus më të shpesht të punës së secilit dhe normalisht edhe mbyllja pastaj do të bëhet me aktivitete edhe në shesh, ku përfshihen edhe gjatë kësaj jave, edhe aktivitete me të rinj, me grupe të caktuara, për të cilët është i rëndësishëm trajtimi, promovimi dhe mundësimi i njohjes më shumë me të gjitha këto mundësi që i kanë në realizimin e të drejtave të tyre për sa i përket ndihmës juridike falas në përgjithësi. Do thotë nëse e marrim në përgjithësi është shumë i rëndësishëm informimi i shqiptarëve edhe ngritja e vetdijes në këtë rast që në Kosovë ofrohet qoftë nga organizata të ndryshme ndihmë juridike falas. Keni pa lëvizje në shifra në këto raste drejt informimit të ndërvitit? Po, realisht është shumë e rëndësishme vetëdijsimi, sepse për me mujt me realizu një të drejtë qytetarët, ata duhet dinë hapat se si t'i ndjekin. Dhe tash, është normalisht sfiduese për dikë që nuk është jurist, apo që ka limite të caktuara, qoftë në aspektin, tash them kështu geografik, domethënë që është në zona më të thella të Kosovës, qoftë për mbi të gjitha për shkak të barës financiare që mund të kenë këto çështje, apo edhe thjesht për shkak të mungesës së njohurive, po them sepse jo të gjithë janë jurist. Dhe tash në këtë aspekt është shumë e nevojshme që të merret ndihmë juridike profesionale, që ato të drejta të cilat qytetarëve ju takojnë në letër të realizohen në praktikë, të paktën të ndiqen, të kërkohen në këtë drejtim. Dhe kjo e mundson pastaj një qasje në drejtësi për gjithë këta qytetarë, në mënyrë që të ndjekin të drejtat e tyre dhe pastaj edhe të realizojnë këto të drejta. Por ajo që shohim praktik dhe që tregojnë edhe hulumtime të ndryshme të realizuara ndër vite dhe që evidentohen edhe në raportet ndërkombëtare për Kosovën, por edhe në raportet e organizatave të shoqërisë civile në përgjithësi, është se megjithatë vazhdon të ketë mungesë të vetdijes së qytetarëve për të drejtat e tyre, për veçanti edhe për mundësitë që kanë për të ndjekur ndihmë juridike falas. Ne shohim në përditshmëri edhe në kuadër të punës tonë, evidentojmë raste kur për shembull qytetarë caktuar vinë, paraqiten tek ne dhe thotë për shembull një familjar, një i afër, një kojshi ose kushdo më ka informuar që i keni ndihmuar erdha se ka më dhënë një hall caktuar. Dhe ndodh fatkeqësisht në situata specifike që pasi e shqyrtojmë dokumentacionin, shohim që mund të jenë jashtë afatit për ndjek të drejtën e tyre. Proceduralisht pastaj është e pamundur që të vazhdohet tutje me ndjekjen e rastit dhe gjitha ka ndodhur sepse për shembull na thonë por nuk kam pas informatën se mund ta përfitoj një të drejtë tillë pa pagesë dhe nuk kam pas mjete financiare për me ndjek drejtën time, për këtë arsye kom lënë deri tash. Kështu që është e rëndësishme që ne në vazhdimsi të punojmë drejtim të vetëdijsimit qytetarëve për mundësitë që i kanë për ndjekjen e ndihmës juridike falas. Në kuadër të punës tonë në Institutin e Kosovës për drejtësi, ne mundohemi në vazhdimsi që të jemi sa më afër qytetarëve dhe të ofrojmë edhe kampanja të vazhdueshme. Java e ndihmës juridike falas është veçanërisht e rëndësishme për këtë, por gjatë gjithë vitit mundohemi që të kemi dhe të ofrojmë qasje dhe të informojmë qytetarët mbi këto mundësi që i kanë, sepse sinqerisht është shumë jetike që të realizohet një drejtë e tillë. Ne shohim situata për shembull të pensionistëve, të personave të moshës së shtyr, të cilëve u mohohen të drejta specifike në realizimin e të drejtave tyre dhe pastaj mënyra e vetme të cilën e kanë është përmes ndihmës juridike falas, sepse në të kundërtën ju krijohen shpenzime shumë të mëdha për të cilat ata pastaj as nuk fillojnë që ta realizojnë drejtën e tyre ose personat e caktuar cilëve ju mohohet për shembull realizimi të drejtës në asistencë sociale. Tash imagjinoj një person që nuk i ka mjetet elementare as për jetesë dhe ushqim dhe dëshiroj që ta realizojë një të drejtë dhe për një çështje procedurale, për një dokument caktuar i cili ose nuk është plotësuar si duhet ose nuk është rishikuar si duhet për institucionin, pastaj i mohohet kjo e drejtë dhe për grupe të caktuara është jashtëzakonisht e rëndësishme që ta kenë një ndihmë profesionale që pastaj përmes procedurave të cilat ne i ndjekim ligjërisht ta arrijmë t'ja realizojmë atë drejtë, apo për një situatë që është
shumë e diskutume dhe shpesh fatkeqësisht vendin tonë rastet e dhunës ndaj grave. Në situata të tilla ka nevojë jashtëzakonisht për përkrahje dhe për qasje shumë specifike, ku ne në kuadër të rregullativës tonë të brendshme në IKD kemi qartazi rregullore që e përcaktojnë edhe qasjen e ndjeshme gjinore dhe qasjen e ndjeshme ndaj viktimës në këto situata. Prandaj qysh prej fillimit trajtimi i këtyre rasteve bëhet në mënyrë shumë specifike, profesionale, për të vazhduar tutje pastaj për të ndihmës juridike falas edhe në referim në institucione tjera në mënyrë që të ketë trajtimin e duhur dhe thjesht në këto situata kur individët, kur personat, njerëzit, qytetarët e vendit janë në rrethana shumë sfiduese në kuadër të periudhave të tyre jetësore, është shumë e rëndësishme ta kenë përkrahjen e nevojshme juridike dhe për këtë është e nevojshme që fillimisht ta dinë se mund drejtohet diku. Dhe prandaj e shfrytëzoj rastin edhe këtë sot që t'i bëj thirrje të gjithë atyre që kanë pamundësi financiare që të realizojnë drejtat e tyre, të drejtohen dhe të kërkojnë ndihmë juridike falas, qoftë në organizatën tonë Instituti i Kosovës për Drejtësi, qoftë në Agjencinë Shtetërore për Ndihmë Juridike falas apo në organizatat e tjera partnere dhe thjesht mos i lënë anash mundësinë e realizimit dhe ndjekjes së të drejtave të tyre. Shumë shpesh shohim në praktik shkeljet e të drejtave nga ana e institucioneve shtetërore, qoftë në mungesë të realizimit të pensioneve, qoftë në kuadër të kontesteve të tjera, për shembull kur flasim për konteste pune, ku kemi kryesisht kompani private të cilat mund bëjnë shkeljen e qoftë kontratës së punës deri në shkëputjen ose në kundërlishmëri të largimit nga puna, në mos realizim të drejtave të lehonave apo në çështje të tjera specifike dhe gjitha këto janë çështje për të cilat mund të kërkojnë ndihmë juridike falas ose mund të kenë një problem të caktuar trashëgimor apo pronësor në situata të caktuara të rrethanave familjare në veçanti dim që grave u mohohet kjo e drejtë dhe të gjitha këto rrethana, të gjitha këto situata specifike janë lehtësisht të adresueshme në fillim sepse normalisht që procedura pastaj zgjatet sepse institucionet e drejtësisë e kanë një efikasitet më të ngadalt për shkak edhe të numrit lëndëve, për shkak edhe të rrethanave të tjera specifike për brenda që mund të jetë temë diskutimi ndonjëherë tjetër dhe prandaj në këto situata të paktën adresimi, takimi me juristët e zyrës, mënyra për të kuptuar se cilat janë hapat që duhet ndjekin dhe që të realizohen. Ose në fundin ndonjëherë ka raste për shembull kur edhe qytetarët, sepse mirë që më kujtoa kjo po ndodh shumë shpesh për shembull tash që me përdorimin e inteligjencës artificiale e pyesin aplikacionin për një situatë caktume, por fatkeqësisht jo të gjitha dhënat që jep inteligjenca artificiale janë sakta. Ne gjithmonë vazhdojmë thojmë që duhet të ketë konfirmim të atyre fakteve. Mbi të gjitha në aspekt të sistemit të drejtësisë, të problemeve ligjore, është pothuajse, mos them çdo herë, por në një shumicë dërmuese është gabim. Dhe ajo që kanë ndodhur në praktikë është që shumë shpesh vinë qytetarë të cilët e kanë përdorur, domethënë inteligjencën artificiale dhe mendojnë që e kanë një të drejtë të caktuar. Madje ajo ju jep edhe nene specifike, por nuk janë nene reale. Nuk janë nene reale. Për shembull, na ka ndodhur personalisht disa herë që kanë ardhur qytetarë që janë anku për një çështje të caktuar dhe ka thonë sepse ligji specifik po më thotë kështu dhe tash ne që punojmë çdo ditë me ato dispozita, mund të mos i dimë shprehimisht përmendsh, por e dimë megjithatë ku qëndrojmë ose nëse diçka e tillë parashihet ose jo. Dhe tash kur e lexon dhe e sheh shumë bukur të shkruar ashtu, fillon me mendu pse unë pas na paqit në dhe mandej normalisht që hyjmë me një herë në ligj dhe e shohim që është dikon dhe bisede sipër e kuptojmë që i ka ardhur prej një aplikacioni të caktuar të inteligjencës artificiale dhe duhet pastaj fillimisht me sqaruar dhe me bind që ligji është ky, nuk ekziston kjo dispozit fare, e drejta jote për shembull mund ndodh që ekziston në atë situatë që është bën një shkelje, por nuk është ashtu siç e ka parapo kjo çështje. Kështu që çeti për shembull. Kështu që unë e shoh shumë të rëndësishme normalisht përdorimin e teknologjisë, përdorimin edhe të inteligjencës artificiale në fusha të caktuara dhe në lehtësimin e jetës të njerëzve, por duhet pas kujdes shumë edhe në këtë aspekt, sepse nganjëherë të bën me mendu që e keni të drejtë caktuar që ndoshta nuk e ke, ose që nuk e keni të drejtë që mund ta kesh, apo thjesht në mënyrën se si shtrohet ai problem juridik për të zgjidhur si duhet prej profesionistëve, ka nevojë ende për përmirësim të asaj situate ose thjesht për konsultim të drejtë
për drejt me neve në mënyrë që të realizohet që duhet, sepse edhe ne e shohim shumë të rëndësishme përdorimin e teknologjisë. Ne vetë e kemi avancu mënyrën e ofrimit ndihmës juridike falas në kuadër të punës tonë. E kemi shtu platformën online ku qytetarët mund të kontaktojnë drejt për drejt përmes chatit me juristët e zyrës, thjesht për të lehtësuar, për të diversifikuar mënyrat, për të qenë sa më afër qytetarëve. Pikërisht, për me mujt me pa, domethënë me pas një formë sa më drejt për drejt, për shkak të mënyrës edhe lehtësimit të përditshmërisë së qytetarëve. Domethënë jemi shumë pro përdorimit të teknologjisë, por jo domosdoshmë të inteligjencës artificiale në zgjidhjen e problemeve të caktuara, sepse nuk është e saktë. Edhe prandaj ka nevojë që të zgjidhen. Ne kuptojmë edhe raste të tjera dhe çetin pak duhet me shtinë në binara, me qitën rrugë, me tregu çka thotë ligji, që është shpesh e rigjim këto edhe në faqe zyrtare patjetër, sepse ligji është aty, po ka edhe ndryshime apo linje të caktuara, dispozita të caktuara. Çështja që dallon që kjo është për shkak, sepse të gjitha ligjet janë publike. Kjo është një mirë shumë e madhe e sistemit tonë që madje janë të trigjuhët edhe në anglisht edhe në gjuhën serbe edhe janë shumë lehtësisht të qasshme. Por kemi edhe ligjet që bijnë në kundërshtim. Kjo është çështja që fillimisht ka dispozita ligjore për shkak që ligji është siç është miratu, pastaj ekziston plotësim ndryshimi i tij që është dokument i veçantë dhe mbi të gjitha prapë ndërlidhem me atë që qytetarët të cilët nuk janë juristë shpesh herë mund bëjnë edhe interpretim të gabuar të dispozitave, sepse sidomos kur bëhet fjalë për raste individuale, personi njeriu është më i prirur që me anu ka qasja ka e drejta e tij dhe ndonjëherë mënyra se si e lexon dispozitën mund të jetë e tillë që ty duket që po të jep të drejtë, por në fakt formulimi mund të mos jetë i tillë dhe për neve dallojnë në formulim të caktuar ku ne pastaj e sqarojmë këtë edhe mbi bazën e praktikës e cila ndodh dhe i sqarojmë të gjitha këto mbi atë që ekziston, por edhe fundit domethënë që është shumë e rëndësishme në këtë pjesë është thjesht që të inicijohen procedurat brenda afateve, sepse domethënë është e kotë nëse edhe te lexon saktësisht një dispozitë e kupton që ke të drejtë, por mbetesh me atë idenë që kam të drejtë dhe për shembull i drejtohesh institucionit gabum ose nuk i drejtohesh brenda afatit të caktuar. Gjitha këto pastaj janë pengesa procedurale që të bojnë mosmemrimi i realizuar të drejtat në formën që duhet, prandaj është shumë e rëndësishme që të konsultojmë profesionistë të fushës dhe për gjithë ata që nuk kanë mundësi financiare që drejt për drejt të drejtohen ndonjë avokati ose avokate, atëherë e kanë mundësinë që drejtohen dhe të përfitojnë përmes ndihmës juridike falas. Arrit i përmende edhe disa kategori. Jo gjithë pra mundën me përfitu ndihmë juridike falas. I përmende disa raste, disa kategori, cilat janë edhe kategori që mundën me përfitu çfarë forma, duhet me pru ndonjë dokumentacion të caktuar, me dëshmu diçka të tillë që kanë nevojë apo u duhet edhe domosdoshmë duhet me marrë këtë ndihmë falas, edhe po ashtu rastet më të shpeshta. I përmendë disa, po nëse mund të shpjegosh edhe diçka. Po, absolutisht. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që të gjithë ne që ofrojmë ndihmë juridike falas, veprojmë në përputhje me ligjin për ndihmë juridike falas. Kjo do të thotë që ligji i ka përcaktuar qartë kriteret kryesore mbi bazën e cilave klasifikohen përfituesit e ndihmës juridike falas. Ato shtrihen në kriterin financiar, kualifikues dhe juridik. Dhe tash, në këtë aspekt, për të filluar ofrimin e ndihmës juridike falas, fillimisht duhet më na ekzistu kërkesa prej qytetarëve, e cila na parashtrohet, domethënë qoftë në formë të kontaktit të drejtë për drejtë që e ka në zyret tona, qoftë edhe në forma të tjera, sepse thash ne jemi munduar që me qenë sa më afër qytetarëve dhe kemi diversifikuar këtë formë duke shku edhe përmes ekipeve mobile, për të qenë më afër në zona më të thella, me persona të cilët kanë pamundësi financiare për të udhthuar ose pengesa në mobilitet apo rrethana caktuar, përmes telefonave pa pagesë, numrave që i kemi në dispozicion, ku bëhet kontakti i parë dhe pastaj vazhdojmë kontaktin, platformën online, por edhe zyret që i kemi në rajonet të ndryshme në Prishtinë ose edhe agjencia që ka një shtrirje më të gjerë në këtë aspekt. Dhe tash, duhet të ekzistojë një kërkesë e qytetarit specifike për ato raste të cilat i ka, por mbi të gjitha duhet të ekzistojë pamundësia financiare për të realizuar këtë të drejtë, që do të thotë duhet të jetë person i cili ose domethënë na sjell dëshminë që është jo i punësuar, duhet na sjell dëshminë për shkak që është me asistencë sociale, ose duhet na sjell dëshminë mbi të ardhurat financiare të cilat janë më të ulta se sa mesatarja një familje. Domethënë kjo vlen pastaj për të ardhurat familjare të përgjithshme.
është pak procedurë më komplekse, fillimisht klasifikimi ose kualifikimi i tyre për këtë pjesë, por që deri tash kemi pas një bashkëpunim të mirë me qytetarët në aspekt të nxjerrjes së dokumenteve. Jemi në proces të ndryshimit dhe të ofrimit të qasjes së digitalizimit në mënyrë që gjitha këto dokumente pastaj të bëhet e mundur që të nxirren drejt për drejt prej administratës, pa pas nevojë qytetarët me ndjek këtu, por besoj që ajo do të merr pak kohë deri në realizim, sepse është çështje që i takon institucioneve shtetërore dhe është pak më komplekse, por domethënë jo të gjithë kanë mundësinë për të përfituar ndihmë juridike falas normalisht, sepse personat që janë të punësuar, të cilët realizojnë të ardhurat të rregullta mujore dhe domethënë të ardhura mbi mesatarën, ata duhet i drejtohen pastaj avokatëve, sepse ashtu funksionon domethënë çështja për atë është edhe roli i avokatit, ndërsa ne jemi për të mbuluar gjitha ato raste që e kanë këtë barë ose e kanë këtë pamundësi që ta realizojnë atë drejt. Dhe domethënë pas klasifikimit të gjitha këto, ne si organizata pastaj edhe i kemi disa fusha më specifike në cilat ofrojmë ndihmën juridike falas dhe e shohim edhe nëse ajo bie në kuadër të fushave për cilat ne realizojmë, përderisa agjencia ka gamë të gjerë edhe mund të trajtojë rastet në mënyrë më specifike, por edhe në kuadër të organizatave tona, disa organizata janë më specifike ndoshta veç në një natyrë të caktuar, për shembull të themi në konteste pronësore ose në konteste të natyrave të dhunës në familje, por kemi organizata për shembull sikur ne që jemi edhe pak më të gjerë në këtë sferë ku përfshihen edhe siç i përmenda shkurtimisht edhe kontestet e punës, edhe kontestet që rrjedhin nga pensionet, situatat e ndryshme administrative, çështjet që kanë të bëjnë me natyrën trashëgimore, çështjet e caktuara pronësore, realizimin e të drejtave të caktuara në situata ku i shkelet një drejt në procedurë administrative, në procedurë domethënë raste të natyrës kushtetuese, normalisht raste të natyrës civile edhe penale specifike të cilat mund të jenë, por që mbi të gjitha mundohemi që të jemi domethënë aty për me qenë absolutisht sepse ne funksionojmë mbi bazën e ligjit dhe ndoshta shkurtimisht edhe rastet më të shpeshta që i kemi pas tek ne dominojnë rastet e natyrës administrative, pra që janë raste ku qytetarët ballafaqohen me institucione shtetërore. Fatkeqësisht institucionet publike janë një prej, themi kështu, edhe shkelëzve më të mëdhenj të drejtave që i shohim në praktikë, ku nuk i realizojnë të drejtat e qytetarëve dhe pastaj ata obligohen që t'i drejtohen gjyqësorit për realizimin e këtyre të drejtave. Rastet më të shpeshta kohëve të fundit edhe ne edhe agjencia i kemi pas kryesisht me çështjen e pensioneve të dyfishta, pra ku qytetarët të moshuarit, ata që janë në moshën e pensionimit, por në të njëjtën kohë janë edhe familjarë që i takojnë kategorive të dala nga lufta, i është mohu e drejta për realizimin e të dy pensioneve. Përkundër se ligji është jashtëzakonisht i qartë, ju lejon që t'i përfitojnë të dy pensionet, praktika gjyqësore është konsolidu deri në Gjykatën Supreme, ka shumë raste të konfirmuara që ju takon kjo e drejtë, por prap Ministria atkohe Financave, Punës dhe Transfere dhe tash Ministria e Familjes dhe Vlerave të Luftës, që edhe përkundër këtij emri vazhdon t'ju shkel të drejtat këtyre qytetarëve, thjesht nuk po jo realizon këtë të drejtë dhe ata po detyrohen të gjithë qytetarët që pastaj përmes rrugëve gjyqësore t'i realizojnë të drejtat e tyre, duke u maltretuar shtesë, duke humb kohë shtesë, por në njëjtën kohë edhe duke krijuar një barë të padrejtë financiare ndaj buxhetit të shtetit me shpenzimet 2-3 fish që shkaktohen në këto raste, sepse në vend të realizimit të pensionit siç do duhej, po krijohen edhe shpenzimet procedurale, shpenzimet që i kërkojmë ne në mënyrë retroaktive, të kamatës ligjore dhe gjitha ato që buxhetit i kushtojnë shumë, e mos flasim edhe për ngarkesën e gjyqësorit dhe pastaj pengimin që i bëhet qasjes në drejtësi në këtë aspekt për shkak të vonesave që krijohen në këtë formë, domethënë këtë pjesë. Këtu kanë qenë rastet më të shpeshta, por dominojnë edhe rastet e natyrave tjera civile, të themi për shembull rastet në situatën e kontesteve të punës, ku ka largim të padrejtë nga puna, apo edhe situata të tjera të caktuara që ju shkelin qytetarëve dhe pastaj jemi aty për t'ju ndihmu dhe për të asistuar në realizimin e drejtave të ne. Arrit për shkak të kohës që e kemi të kufizuar, kaq duhet të ndajmë për këtë bisedë. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit shumë për informatat cilat i ke ndarë. Uroj që të paktën kjo intervistë të ketë shërbyer dhe të ketë arrit diku në ndonjë vend ku qytetarët nuk e kanë ditë që ekziston kjo mundësi për realizimin e të drejtave të tyre e që munden me marrë këtë ndihmë juridike falas në IKD. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë juve dhe për kontributin që e bëni në vetëdijsimin e qytetarëve për çësjen e tyre në drejtësi. Kënaqësi çdo herë.